Trupi gjykues në gjykatën speciale në Hag ka caktuar datën 12 qershor si afat të fundit për ekipet mbrojtëse të Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakub Krasnishit, të cilët mund të dorëzojnë mocionin e përbashkët për rrëzimin e akt akuzës. Kimberly West dhe ekipi i saj do të kenë mundësi që deri më 7 korrik të tregojnë pse duhet të mbeten në fuqi akti akuzues, ndërkaq vetë paneli gjykues si kryesuar nga Charles Smith ka bërë të ditur se synojnë të marrin një vendim lidhur me rrëzimin e akt akuzës së madhe më 14 korrik. Por pavarësisht shpresave të ekipit mbrojtës, analisti Faton Mehmeti thotë se edhe pak është e besueshme që Thaçi, Veseli, Selimi e Krasnishi mund të lirohen, ndeshë në korrik të rrëzohet akt akuza ndaj tyre. Nga 14 korriku deri në 17 korrik, pritet të jetë data më e rëndësishme deri tani në procesin ndaj Thaçit dhe të tjerëve. Varet çfarë vendimi do të marrë gjykata, a do ta pranojë apo jo, hedhjen e ndonjërs, pikë të akt akuzës apo komplet akt akuzën, janë 2 pika kryesore nga gjithsej 10 pika për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Tek pika për krime kundër njerëzimit, nëse shpallen fajtor të akuzuarit mund të dënohen deri me burgim të përjetshëm, derisa tek pika për krime lufte, maksimumi i dënimit është 20 vjet, gjithmonë nëse shpallen fajtor, shprehet Mehmeti për bota sot. Nëse mbrojtja arrin të binë gjykatën për të rrëzuar këto 2 pika të akt akuzës, atëherë Thaçi dhe të tjerët, edhe nëse shpallen fajtor për pikat e tjera nuk mund të dënohen shumë. Nëse ndodhe kundërta, pra që këto 2 pika nuk hidhen poshtë nga gjykata, atëherë i prit dënimi i madh të akuzuarit në fjalë, deklaron Mehmeti për bota sot. Për fund, Mehmeti thotë se vendimi i 14 korrikut do të tregojë edhe epilogun përfundimtar të gjykimit në speciale. Prandaj, në mes të korrikut, në një farë mënyre, pritet të dihet edhe epilogu i procesit ndaj Thaçit dhe të tjerëve, që sipas gjasave mund të përfundojë brenda këtij viti kalendarik, përfundon analisti Faton Mehmeti.